Parku dhe mjetet e tij janë hapësira që shërbejnë si rekreacion dhe argëtim për qytetarët, definicion ky që nuk vlen për parqet e Gjakovës. Ulëse dhe sportat gjenden në parkun e madh, por jo në vendin e duhur. Disa nga sportat janë larguar nga vendi i tyre e disa të tjera edhe janë shkatruar. E në anën tjetër, disa ulëse, përveç se nuk janë në vendin përkatës, janë edhe të demoluara nga personat e papërgjegjshëm. E në parkun e qytetit, përveç se është e arnuar, ulësja nuk është as në vendin e saj, por është në ndjekje të hijes, pashka duket se dikujt i kanë penguar rrezet e diellit, duke lëvizur kështu ulësen drejt në vendi më freskues. Këto veprime nuk po ndodhin për herë të parë, pasi që mediumi ynë ka raportuar edhe disa herë rreth këtyre veprimeve. Raportime këto që nuk kanë gjetur vend në veshin e organeve përkatëse, pasi që po përsëriten ende nga persona të panjohur.